Gjendja e varreve të personave të ekzekutuar gjatë regjimit komunist mbetet në një nga plagët më të hapura të shoqërisë sonë. Shoqata e ish të përndjekurve politik Shkodër bën të ditur se kohët e fundit janë identifikuar ka 800 vende ku dyshohet se janë varrosur shumë të ekzekutuar, që përkasin qarkut të Shkodrës. Për këtë kryetari i kësaj shoqate Zanel Drangu sqaron. Qarkun e Shkodrës kena arrit me identifiku për rreth 400 varre të humuna, pra të pushkatum që nuk i dihet varri me ndihmën e familjarëve ku kanë thënë i tu atje, pra dhe më thënë kena bëj punë kolosale, pra unë në bashkëpunim me Angelin Dabërdakun dhe Bik Tanushin, që kena bëj punë të madhe. Drangu shpreh se për këtë proces është njoftuar dhe autoriteti për informimin mbi dokumentat e ish sigurimit të shtetit për vitin 1944-1991. Sipas tij, për të nisur konkretisht punën në terren nevojitet një vend i posaçëm i Këshillit të Ministrave, si dhe angazhimi i prokurorisë në këtë proces delikat. Problemi është se na mund me fillu, pa është problemi se gjenden dhe nuk gjendet ateneja, pra do të me kenë pjesëmarrës aty dhe prokurori rrethit, pra i shtohet një punë dë fysh prokurorit, një plus, pra që me dhonë okejnë për Atenen atër që do e bëhet një shtet të huj, se na si kena këta mundësime i bëhet Atenen. Ishte përndjekurit përsërisin kërkesën nga qeveria që të marrë përsipër ngritje një varreze simbolike në Tiranë për viktimat e regjimit, si në një formë homazhi për ata që nuk kanë ende një vendvarrim të identifikuar. Na kena bëj edhe i kërkesë, pra do më thonë dhe i takim që kena pas me avokatën e popullit, atëherë me besim në regionin, që të krijohet një parcel në Tiranë, ku t'ju vetë, mas ju ka hup trupi dhe eshnat, mas ju humin dhe emni. Pra t'ju vetë emni të gjithë përshkatume atë në të parcel, atër gjindhen eshnat, vendosen eshnat aty ku ka emnin. Pra me që ju ka hum trupi dhe eshnat, mas humin edhe emni, kja ka kënë kërkesa ju. Në Shkodër, ndër zonat ku përmenden më së shumti që janë varrosur viktimat e regjimit komunist, janë pranë varrezave të Rmajit në Korçë tek antenat, në pyetjen e gështenjave të Postribës, si në disa zona të tjera.